ka 30 vjetë që kemi erdhur këtu. Kemi jetuar në një katastrofë mjedisore. Këtu ka qenë vend grumbullimi i mbetjeve. Kanë vazhduar me djegje, do me thënë që gjithë jetën njerëzit thithnin tymin e mbeturinave. Kemi bërë çmos, jemi ankuar te bashkia, te prefektura, në gjithë institucionet, nuk vinin dorë fare. Pa një ndotje të ajrit shumë të madhe dhe nuk e kuptonim se nga vinte. Kishte një mjergull shumë të madhe që ne mendonim si ishte mjergull, por në fakt ishte tymi i plerave që digjeshin dhe një aromë shumë e rëndë për studentët dhe për njerëzit të gjithë. Është një pyll 50 veçar. Duke e shtuar dhe ne duke e mbjellur, duke e shtuar e kemi bërë 12 hektar dhe është bërë i harlisur që quhet tamam pyll. Por çfarë arsye kemi bërë? Sepse vendi jonë është shumë i ndotur. Ujërat e zisa derdhen në këtë lumë. Dhe ne për të mbruar ajrin dhe ujërat e pishëm që i kemi toksor, jemi të detyruar ta mirëmbajmë dhe ta ruajmë me fanatizëm. Duke e shtuar, duke e mbjellur, duke e mbajtur, duke e pastruar. Pavarësisht se sot kemi 3 vjetë që ne jemi në një gjyq edhe përballemi me një firmë që duan ta presin pyllin edhe ta bëjnë thertore. Atëherë, përplasja që ka ndodhur midis banorëve Bashkisë Kamës edhe një subjekti ndërtues, ka të bëjë me një sipërfaqe për 1.24 hektar tokë që ndodhet në vendtakimin e lumit të Tiranës me lumin e Lanës. Ajo është një zonë e cila në zërit kadastral, nëse i referohemi nga pyetja ligjore, rezulton që është zalishte. Por nëse shikojmë në terren, është një zonë e cila është mbuluar në 50-60% të sipërfaqes së saj nga pyje dhe konsiderohet në fakt edhe nga ekspertë të fushës si pyll. Firmat që ndërtojnë hece ose që merren me punë të tilla janë shumë të avancuara në krahasim me komunitetin e zonës. Aty është një zonë shumë e thellë malore, nuk ka internet, nuk ka telefoni, jetojnë me bujqësi dhe blegtori dhe janë në jetën e tyre shakulluar që jetojnë atje dhe nuk i dinë gjërat ligjore dhe gjërat ato që thonë e mendon dhe e beson. Kurse firmat që futen në këta zona për të ndërtuar këta hece, për të rrëmbyer këta ujëra, janë shumë të avancuara nga ana edhe teknologjisë, edhe fjalës, edhe mashtrimit dhe gjitha se këta në përgjithësi këta kanë hyrë si pushtues. Të pushtosh dikë do të bësh një propagandë shumë të fuqishme përpara se të hysh atje. Ata gjejnë pikat e dobta të zonës në radh parë, të zonës fshatrave atje, çfarë mungesash kanë, çfarë psikologjie kanë, çfarë njerëzish janë, çfarë rreziku ka dhe si mund të veprojnë me këta njerëz. Ata fillimisht kanë filluar propagandën sepse në zonë mungonte një rrugë makine për shembull. Në fshatin atje nuk ka pasur rrugë makine që të hyjë makina atje. Dhe një farë vendi pastaj shkoi me këmbë ose me kuej. Ata e shfrytzuan këtë. Ne do hapim një rrugë që të zhvillojmë zonën radh parë. Por kjo s'është e vërtetë. Është një gënjeshtër shumë e madhe. Ata vazhduan në zonë të hapin një rrugë që shërben vetëm firmës, jo komunitetit. Komunikuam dhe me qytetarët e zonës dhe vendosëm të bënim një kërkesë për ndalimin si fillim të djegje, sepse ishte një ndotje shumë e madhe ajrit, e cila u pranua dhe ndaluan djegjet e plerave. Më pas bëm një kërkesë për pastrimin e zonës dhe rregullimin, për arsye sepse është një zonë e banuar, por më tepër me studentët dhe mendohet të vazhdoj me shumë breza të tjerë. Një ditë bukur, vinë me makina edhe do ta rrethojmë. Dalim gjithë si fshat, edhe them si është mundur që kjo mund të ndodhë, kur ai thotë ne kemi marrë leje nga ish kryetari Xhelal Mziu që do ta presim pyllin dhe do bëjmë thertore, 12 dëlym e 400 metra tokë. Në një kohë që ne nuk e lejuam, se nuk diskutohet se vetëm 5 metra larg shtëpisë, që nuk lejohet në asnjë vend botës, të paktën të jetë 1 kilometër larg lumit dhe 2 kilometra larg banorëve. Ne kemi thjesht 5 metra larg rrugës, edhe që të presësh gjithë këtë pyll harlisur që mbron nga ajri dhe shton jetë, është e pa pranueshme. Në kohën që ne kërkuam nga firma, pa filluar punën takon, kërkuam dokumentacionin ose kontratën që ka bërë me shtetin, ata nuk e sollën kurrë, sepse në dokumenta shkruajnë të tjera. Ata vinë, e kanë marrë atë ujë në letra, gjitha studimet mjedisore, gjitha ata janë gjitha falso, nuk ka asnjë të vërtetë, nuk kanë. Fshati Komblindon vadisin me këtë ujë, blujnë 2 mullim me këtë ujë, gjithë bakteria, bletët dhe gjithë jeta e zonës mbahet nga ky ujë. Jo vetëm me fshatit tonë, pa gjithë zonës poshtë. Flasim direkt për njerëzit, dhe ky është një ujë i pishëm që unë personalisht e kam pi gjithë jetën këtë ujë.
Parku Kombëtar i Zallë Gjoçe është shpallur park që në 96-ën. Faktikisht, po në 2018-ën e është bashkuar me Lurën dhe është zgjeruar sipërfaqja e tij. Dhe është krijuar Parku Kombëtar Lurë Mali Idejës. Vetëm 3 javë përpara se të bëhej ky zgjerim i parkut, Ministria përgat se ka dhënë lejen për ndërtimin e hidrocentrale. Pra mund të shikoni vetë se çfarë mospërputhje kanë ministritë në veprimtarinë e tyre. Sot shpallin park kombëtar, nesër t'japin një leje për ndërtim hidrocentrale. Përplasje shumë të fuqishme, protesta shumë të fuqishme, përplasje me firmën, përplasje me forca speciale në zonë në terren, atje në fillimet e protestave ne ndërprejmë punimet, edhe në tunelet që po vazhdojnë që të hapeshin, edhe në pjesën ku futeshin parkun kombëtar. Në hyrje të parkun kombëtar ne aty u bë një përplasje shumë e fortë me makinerit, u ndërprej puna, u ngrit një çadër, edhe 8 muaj u ndërprejnë plotësisht punimet. Pas kërkesave të shumta që janë dërguar institucioneve përgjegjëse për marrjen e masave për mbetjet në zonën e Porto Romanos, kemi marrë një përgjigje nga Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujrave dhe Turizmit, ku konstatuam se është vendosur gjop ndërmarrjes komunale plazh Durrës në lidhje me këtë problematik dhe gjithashtu është kërkuar ndalimi i hedhjes së mbeturinave në këtë zonë. Gjithashtu, ky institucion na ka vënë në dispozicion një ekspertim vlerësim që i është bërë nga ky institucion për këtë zonë, që sigurisht sillte problematika të mëdha si në ndotjen e ujit, ajrit dhe tokës. Klinika e ligjit këtu na ka asistu dhe angazhimi jonë bashkë me avokaten Dorina Ndreka. Kemi arritë që ti bashkohemi çështjes dhe ta përplotësojmë zërin edhe në aksin ligjor që e kanë hapë, dhe në procesin gjyqësor që e kanë hapë banorët. Kështu e kemi ndjek edhe procesin gjyqësor, edhe momentalisht ai është në shërtim, është në shkallë të parë në gjykatën administrative të Tiranës, është ende duke u shërtuar në themel. Vendimi i cili e ka mbrojt edhe ligjërisht pyllën e Brukës ka qenë masa e sigurisë që është dhënë që në shkallë të parë, e cila e ka pezullu punimet. Kemi lënë që vendimi i gjykatës shkallës parë plus dhe gjykata lartë që kishim hedhur ka dhënë një vendim të ndalohen punimet pa mbaruar procesin gjyqësor i shkallës parë. 1. E dyta, në qoftë se ai nuk i përmbush të gjitha dokumentat, të gjitha rregullat, nuk duhet vënë se nuk vjen dot. Ne kemi tentuar së bashku me banorët, por edhe me aktivistët e grupit ata, që të ndryshojmë zërin kadastral të kësaj njësie toke me qëllim që të zgjidhim përfundimisht këtë problematik. Pra kjo do të cillte një zgjidhje përfundimtare për banorët, pasi nëse sot le të themi do të marrim një vendim favorizues nga ana e gjykatës, nesër nuk e pengon askënd që një subjekt tjetër tregtar të vi sërish dhe të aplikojë me një projekt pranë Bashkimit Kamës për të ndërtuar një gjë tjetër të për të prerë këtë pyll. Kështu që vetmja zgjidhje përfundimtare në këndvështrimin tonë është që ky territor të bëhet pyll në zërin kadastral. Mblodhëm dokumentacionin dhe informacionin e nevojshëm. Praktikisht deri tani janë dërguar me 10 kërkesa vetëm për mbledhjen e informacionit, për ta detajuar gjithë këtë proces që ka ndodhur me ndërtimin e hidrocentralit. Janë ngrit 3 padi në gjykatën administrative, 2 prej cilave gjenden tashmë në apel dhe pritet shqyrtimi e tyre, dhe njërën e kemi fituar, ku gjykata apelit të Tiranës i hoqi licencën kompanisë që do ndërtonte për prodhimin e energjisë. Deri ndje nuk konceptohet që një grup komuniteti shumë të varfër, një komunitet shumë i zonës thellë malore, të ngrihet dhe padisi një gjigant me 14 miliard lekë që po investon atje. Kupto, është pa imagjinueshme. Dhe fitoria ishte një gëzim i papërshkrueshëm. I papërshkrueshëm sepse mundi të djerë se 3 vjetëve, për një moment thot, po, ke drejtë. Dhe kjo ishte për ne ishte fantastike.